Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për të ndihmën e falë, kërkojmë lëvdatat bekimet e Allahut, qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjet e shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Ndërua Allahu dhe motra po takojmë sonte në takimin e radhës pas ditëve të Dhulhijhes dhe pas Kurban Bayramit. Lutë Allahun e madhuar që Allahu t'i këtë pranuar gjitha përpjekjet dhe angazhimet tona në Dhulhijhe dhe të këtë pranuar nga hajgjilirët haqjën e tyne e nga ne gjitha sakrificë dhe përkushtim, e në mundësof që të presim Bayramin e Dhulhijhe në rrethana shumë më të mira, shumë më të favorshme në çdo aspekt për neve dhe muslimanët kudo që janë. Në takimin e fundit në kuadër të ligjëratave tona kemi përfunduar komentin e surës Ash-Sharh ose Al-Inshirah, Alam nashrah laka sadrak. Dhe kemi thënë se Allahu te bareka ve taala në këtë sure e ka ngushëlluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ja përmendur shumë mirësi që Allahu ja ka dhënë. Dhe në ka mësua Allahu xhallahu në këtë sure si duhet me i kuptu begatit e Allahut dhe si duhet me reagu karshi këtyre begative. Dhe këty në dy problemet mëdha që njerëzit kanë pas zakonisht gjatë historisë edhe sot e gjejmë që njerëzit kanë problem me vlerësimin e begative, ku mund të gjenden në mesin e begative madhore, po nuk i vlerësojnë, nuk e lakmuar begati tjera, ose e din begatin, po nuk din si duhet me reagu në raport me këtë begati. E Allah xhallahu ala përmbledh tërë këtë duke thonë wa ila rabbika farghab. Gjithmonë ti je i orientuar në ngritje ka Zoti yt dhe në kërkim të vazhdueshëm të kënaqësisë së Allahu xhallahu xhelalu. Andaj me një fjalë të ndëruar Vëllazër, të gjitha aktivitetet tona, çdo situatë kudo që gjendemi ne, në mirëqenie apo në sprovë, në kamje apo në skamje, në shëndet, në smundje, kudo që jemi, duhet ky të jetë simboli dhe duhet të jetë gjithmonë motivi i jetës tonë, wa ila rabbika farghab. Gjithmonë ka Zoti me qenë i orientuar edhe me qenë gjithmonë në kërkim të asaj që Allah është i kënaqur. Kjo është më rëndësi. Tjerat pastaj janë çështje të dunjas që ndryshojnë. Vazhdon surja e radhës, sonë do të jemi me surën e Tin, të ndërmozur, e cila ka lidhje të ngushtë me surën e mëhershme, po edhe me disa sure tjera. E këtu Allahu te bareka ve taala këtë sure e fillon me betim. Kjo është e para, dhe e dyta, në këtë sure Allahu te bareka ve taala na e shpërfaq dukshëm dhe shumë qartë një nga begatit apo begatin më të madhe që e kemi, që rreth të cilës sillen këtë begat e tjera. Andaj nëse surja që e përmenëm Al-Inshirah përfundon me wa ila rabbika farghab. Ka Zoti yt gjithmonë ti je i kthyer. Ta kërkosh kënaqësinë e Allahu xhallahu ala gjithmonë. Kjo është kërkesa e Kuranit, vjen surja e Tin për na treguar tash e si mund ta dim ku është kënaqësia e Allahut. Dhe si duhet që të jemi në vazhdimsi të orientuar me tërë qenjen tonë ka udhëzimi Allahu xhallahu xhelaluhu. Kjo është një lidhje e rëndësishme, ka dhe tjera, mes surës paraprake dhe surës që sonte do ta marrim. E përmendja se surja e Tin është sura që fillon me betim. Kjo është sura e Mekës edhe i ka 8 ajete. Allahu xhallahu ala betohet në disa çështje të rëndësishme për diçka shumë madhore. Kemi thënë të nderuar se sa herë hasim në Kur'an betim, atëherë duhet të kemi parasysh disa gjëra me rëndësi. E para është se Allahu xhallahu ala betohet në diçka që është e rëndësishme, që ka vlerë dhe ka rëndësi të madhe për jetën tonë. Nuk betohet Allah në gjithçka. Por në atë që betohet, ne e kuptojmë se me që Allah e ka përzgjedh për të betuar te është e rëndësishme.
Kjo është e para. Dhe e dyta kemi thënë se kur Allah betohet në diçka, ai betohet edhe për diçka. Do në betohet me diçka për diçka. Betohet me ndonjë krijesë për diçka tjetër. Dhe gjithmonë ka lidhje mes betimit dhe të betuarit për te. Në Allah xhallahu ala kur betohet në diellin, në hanën, e në ato që kemi cek, për shembull të surja o shamsi o duhaha, e në fund ka ardhur një, domethënë realitet i rëndësishëm se ka shpëtuar që është pastruar, kemi thënë se ka lidhje betimi me atë që është betuar, sikur se kemi komentuar. Te surja al-Lejl, o lejli idha yaghsha wa an-nahari idha tajalla. Pastaj kemi thënë inna sa'yakum la shatta. Betimi i Allahut në natën, në ditën, në mashkullin, në femrën është më radh, ka lidhje me atë për çka Allah betohet, se aktivitetet e njerëzve janë të lloj-llojshme. Edhe në surën Tin Allah betohet. Dhe ajo çka Allah betohet ka lidhje të ngushtë me atë për çfarë Allah betohet. Dhe realisht ndërmjetër mjafton kuptimi i lidhjes mes asaj që Allahu me te betohet dhe asaj që Allahu për te betohet për të kuptu komplet surën e Tin. Çdo koment për të kësaj është pasurim në kuptim, por kuptimi esencial i surës sillet rreth lidhjes mes asaj që Allahu betohet për te dhe asaj që Allahu betohet me te. Qëto është këtë lidhja e surës. Andaj të fillojmë nga dalë tash në shtjellimin e asaj që Allahu betohet me te për të arritur ajo që Allahu betohet për te. Në çka Allahu betohet? Fillimisht Allah thotë tini wa zejtun. Tin është fiku. Betohet Allahu xhallahu një pemë të njohur që nuk është, domethënë, e panjohur për neve, dihet një pemë e shishme, e këndshme, e shëndetshme, Allahu betohet në te. Dhe betohet Allahu xhallahu ala në fikun dhe wa zejtun, në ullirin. Në ullirin betohet Allahu te bareke ve teala. Andaj betimi është në këto dy krijesa që Allahu i ka krijuar për ushqim të njerëzve. Këto dietar kanë diskutuar gjerësisht lidhe me këtë betim se a është betimi i ndërlidhur me këto dyja fryte si ushqim, apo është ndërlidhur me vendin ku dalin këto dy fryte. Çka i ka bëu dietarët me dal jashta asaj të jashtëmës? E jashtme është betimi në fryt. Betohet Allahu xhallahu ala në frytën e fikut dhe në frytën e ullirit. Në këtë Allah betohet. Pse kanë diskutuar sa thua vallë a është për qëllim fryti apo vendi? Dy betimet vijuese. Nga se dy betimet vijuese Allahu betohet në vend. O turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Betohet Allahu xhallahu ala në kodrën Turi, apo edhe betohet Allahu xhallahu ala në vendin e sigurt që është Mekja, sikur se ta shërojmë. Prandaj për ta pasur një lidhshmëri dhe rrjedhoj kuptimore unifikuese, fillimi i surës me betimet që i ka, shumë nga dietar kanë thënë se betimi në fillim me fikun dhe ullirin është betim edhe në vendin ku dalin këto dy fryte. Pavarësisht kësaj të ndërlozër, Allahu xhallahu ala betohet fillimisht në frytën, para se të kalojmë tek vendi. Betohet Allahu xhallahu ala në fikun dhe ullirin. Aja për cilë Allahu betohet është njeriu në aspektin e krijimit të tij, dhe në aspektin e pamjes së tij, dhe në aspektin e përsusmërisë së tij, që do të flasim më vonë inshallah. Andaj dietarët e kanë lidhë betimin e Allahut në fikun dhe ullirin, që betohet Allah për dukjen e njeriut dhe për e përsin e tij në çdo aspekt nga krijesat e tjera, e kanë lidhë me vlerat ushqyese dhe aspekte shëndetësore që janë në këto dy fryte, në fikun dhe në ullirin. Dhe nga ky aspekt ka kuptim betimi në ullirin edhe në fikun që ndërlidhet me krijimin e njeriut. Për shkak se këto dyja janë nga burimet kryesore që njeriu është shërbyer me to historikisht për shëndetin e tij, madje edhe për ta ruajtur
për të arrujt dinamikën e jetës dhe gjallërinë dhe pamjen e tij të bukur. Për te kësaj, betimi është edhe në vendin e njohur të arabët ku del fiku dhe ulliri. Tash na mund të themi, po në filon vendit del fiku ma shumë se në këtë vend. Ne po flasim për rrethanat e zbritjes. Kur ka zbrit surja e tij në Mekë, momentin kur është përmend fiku dhe ulliri, ku ka shku mendja e njerëzve asaj kohe, ka shku tek Shami. Nga sa arabët e gadisht arabik nuk kanë pas fikun e ullirin. Në Mekë nuk bëhet ulliri, as në Medinë, por bëhet ku? Në Damask edhe në Kuc. Pra e kur betu Allahu xhallahu në fikun dhe ullirin, si fryte që simbolizojnë vendet caktuara, e kanë ndëlidh me Shamin. Prandaj tash këtu veç fillon me u ndëlidh betimi i ajetit parë me betimin e ajetit dytë edhe ajetit tretë. Është betu Allahu xhallahu ala në fikun dhe ullirin si fryt në kuptim të këtyre fryteve si burim i shumë vlerave shëndetësore për njeriu e që kjo e ka komentin e vet dhe pastaj edhe në vendin ku janë këto dy fryte të përhapur më të mëdha që në kohën e Arabëve ka qenë një orë Shami, Damasku dhe Kutsi. Pastaj Allah betoi do Turi Sinin. Turi Sinin është kodra Sina, ku i ka zbrit Teurati kujt? Musaut alayhi salam. Do më përbetohet Allah xhallahu ala në një kodër që në rrethonat zakonshme është e panjohur, nuk njihet. Do me i pyet arabët e Mekës, për Sinan nuk din ku është, se kur gjë nuk ka simbolizuar diçka të posaçme përveç faktit se Musa alayhis salam atje ka shku dhe ka komunikuar me Zotin e tij dhe atje ka marrë Teuratin. Do me thonë, kur Allah betohet të ndërlozër në fikun dhe ullirin dhe pastaj ja bashkangjet betuarit në kodrën Tur, që edhe Allah flet edhe në vendet tjera në Kur'an për këtë kodrë betohet të rrot Tur, betohet edhe në kodrën Tur, jep me kuptu se tash në veç po fillon me u kristalizu kush betimi. Pse Allahu i ka përdor këto krijesa për të betu. Do me thonë, mesazhi i betimit është i ndërlidhur me ngjarje që ka ndodhur në këto vende. Çka ka ndodhur në Sham? Kush lidhet me Shamin? Ibrahim alayhis salam, që është shpërngul nga Iraku, është shpërngul në Sham. Po në mënyrë specifike të veçantë, Shami ndëlidh në kuptim të ngjarjeve historike me Isa alayhis salam. Me Isa alayhis salam. Pastaj kodra Tur ndëlidhet me çka? Me Musa alayhis salam. Wa hadha al-balad al-amin. Dhe Allah betohet në këtë vend që e ka qytë Allahu al-Amin, e do të shpjegojmë çka i bën al-Amin, që i bie me komentin e gjithë dietarëve, është për qëllim Mekkeja. E tash, me këtë shpjegim, domthonë jo shumë të detajzuar, por me disa detaje të domosdoshme, nëse përmendet Shami, dhe përmendet Sinaja, dhe përmendet Mekkeja, dhe rrëdhëmisht me këtë përmendje asociohet në Isaun alayhis salam, në Musa alayhis salam dhe në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, cili është emëruesi i përbashkët i gjitha këtyre emërtimeve? Shpallja. Çka e lidh Musa alayhis salam me Isa alayhis salam? Për shpalljes. Çka e lidh Kutsin me Mekën? Shpallja. Shpallja Allahu xhallahu ala, Allahu ka shpallë në këto vende. Do me thonë, Allahu betohet me vendet që simbolizojnë mësimet kryesore të shpalljes Allahu te barekuhu teala. Isa alayhis salam, Musa alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ka qytë Allahu xhallahu ala wa hadha al-balad al-amin, betohet Allahu në Mekën, dhe kur betohet Allahu në Mekën, e mërton me emrin al-Amin. Emin të ndërlozër në esencë nuk emërtohet veni, emërtohet personi. Nuk është emërtim për venin, ose nuk është cilësim për vendin, është cilësim për personin. Andaj pejgamberi sa me ka qujtë as-Sadiq al-Amin. El-Amin, njeri besnik. Nuk mund me thonë për shembull është një vend besnik, ka mund me thonë vendi s'ofron besnikëri. Vendi nuk ofron siguri. Vendi si vend. Por njerëzit që janë aty apo.
Nërsa Allahu xhallahu e ka quajtur Mekën vend të sigurisë, vend që ofron siguri. Pse? Edhe për shkak se aty është shpallja e fundit dhe njerëz ka me qenë të sigurt nga çdo devijim te në kiamet, nëse kthehen ka qabja, është vend i sigurt. Kudo që prishet feja, ruhet te qabja. Te qabja jo në kuptim të lokacionit, po kuptim të burimit. Kthehesh tek shpallja e pejgamberit asam dhe ruhet feja. Por edhe përveç saj të ndërruar vëllezër, edhe veç qabja është realisht simbol i sigurisë. Dëmon diri sa është qabja dhe Mekëja, njerëzit janë të sigurt në botë nga prishja e dunjos, nga kiameti. Kur prishet qabja, çka ndodh? S'ka jetë mo. Nga se realisht prishja e qabës simbolizon edhe ditë e mramta të dunjos. Nuk ka musliman në atë kohë kur qabja prishet, se është e pamundshme me ardhi kush guri me e prish, edhe jo asnjë musliman mos me qellu atë që shumë nga dietar ka thënë se prishja e qabës tull më tull, sikur se ka në hadith, në kupton se s'ka musliman më. Është e braktisur. Andaj edhe ai që vije nga Habeshe, në hadith që ka nga Etiopia, e shen një objekt të parancishëm dhe fillon me rëdzu, se kupton. Andaj deja tëre sa është qabja, Allahu xhallahu siguron njerëzit se shkatrim masiv të këtë dunjas nuk ka aptën. Është vend që realisht simbolizon sigurin. Simbolizon sigurin. Dhe këtu Allah betohet edhe me Mekën të ndërvëzër. Tash mas i sqaruam betime që mos me u thallu shumë këtu betime në marko, kuptuam në çka Allah betohet, apo? Kuptuam në çka Allah betohet dhe kuptuam lidhshmëri mes betimeve. Ku emëruesi përbashkët i emërtimeve qenka shpallja. Tash Allahu po betohet me ngjarjen më madhore që ka ndodhur në tokë gjatë tërë historisë, ajo shpallja, për çka? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Betohet Allahu xhallahu ala, edhe këtu ka betim, edhe kjo laqad, edhe kjo është një lloj betimi. Prandaj i kemi 4 betime ose 5 betime, nëse Utini vëzëtuni bëna 2 betime. Për çka? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allahu thot, me të vërtet njeriu e kemi krijuar në formën më të përsosur. Por kthehemi shpejt, pastaj e komentojmë. Domethënë, surja Tin të ndërrozur ka shpalljen dhe ka njeriu. Ka shpalljen dhe ka njeriu. Në aspektin e tërë asaj që ekziston në tokë, njeriu është qenia më e rëndësishme dhe krijimi i njerijut është akti më i rëndësishëm i asaj që ka ndodhur historikisht në tokë. Për shembull të ndërrozur, sa kemi kriza tjera, nuk dim detaje si janë krijuar. Nuk dim që ka krijuar Allahu xhallahu, nuk dim detaje apo. Mirë, po për adimin e sa dim, për i ka fillu që shumë lidhëju që shka ndodhë, se është e rëndësishme. Është ngjarja më e rëndësishme në fytyrën e tokës, krijimi i Ademit alayhis. Kjo e para, dhe e dyta, domethënë ngjarja më e rëndësishme mas krijimit është udhëzimi që Allahu ja ka dhënë njeriu të mësuar këtë tokë. Prandaj surja Tin flet për realisht flet për lashtësinë e lidhshmërisë mes njeriu si krijesë dhe shpalljes si kujdes. Njeriu si krijesë Allahu xhallahu ala dhe shpallja si kujdes për këtë njeri. Dhe kur Allahu flet të ndërlozur se e ka krijuar njeriu në formën më të bukur, më të mirë, më të përsosur, kjo përfshin disa aspekte. Aspekti i parë, padyshim, është ana e tij jashtme. Ku Allahu xhallahu ala edhe në sure tjera flet për këtë krijesë që përmes saj duhet me e njoftë Allahun xhallahu xhelalu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në vetë në juaj ka argumente, a nuk po shihni. Në shikojnë që Allah ka krijuar njeriu në formë më të vërtet më të bukur, në formë më të mirë. Që edhe në formën e tij, domthonë, ka argumente për krijuesin.
funksionimi i tij jashtëm, funksionimi i tij i brendshëm, gjymtyrët e brendshme, organet e brendshme, gjymtyrët e jashtme. Të gjitha këto japë me kuptu se gjitha këto janë të ndërtuara, janë të vendosura, janë të funksionalizuara me një kujdes marrëmendës të madh e një dije që te i kalon gjitha, hapësirat e asaj që ne i njohim. S'është diçka e tokës, s'ka mundësi. S'mund dikush i tokës me bë këtë. E thëtë Allah Gjallahu Ala me fol njeriu, e thëtë njeriu që me mediturat dhe vetës e ti. Qëka është po? Ahsen takuim po. Ahsen takuim në formën më të mirë është edhe mendja e ti. Mendja e ti. Cila është e krijesës, cila realisht ka kapacitet intelektual, racional, më të madh se njeriu. S'ka atë. S'ka. Njeriu është realisht, po them kushtimisht, modeli i fundit i inteligjencës apo. S'ka më inteligjent. Njeriu është më inteligjent. Ai tani ka prodhu tjera sene, po pe i qafit. Mendja që Allah e ka dhënë atë. Edhe inteligjenca ti është lloj-lloje. Ka disa lloje të inteligjencës apo. Po njeriu është superiori në këtë aspekt kuptim të krijesave. Ahsen takuim apo. Dhe ahsen takuim ka thënë dietarët ka të bëj formë më përsosur, formë më mirë, kanë thënë është edhe kush natyrshmëria e tij e brendshme. Që Allahu Xhallahu Ala e ka krijuar këtë njeri të përshtatshëm për shpalljen. Të përshtatshëm për shpalljen. Nuk ka asnjë krijesë që i përshtatet shpallja pas njeriut. Pra nësër Allah flet për shpalljen si begati, flet për njeriun si mrekulli. Për dyja flet. Nuk flet Allah për shpalljen si kujdes, apo edhe si mrekulli, si shpallje, edhe pas e më vojtë për shumë për kopshtet. S'lidhet Allah. Nuk lidhet shpallja dhe molla me dardhën. S'lidhet Allah. As nuk lidhet shpallja me ndonjë kafsh, nuk lidhen apo. Shkaj, nuk janë të përshtatshme. Nuk janë të përshtatshme. Për shembull të ndërmu vëllezër, çfarë shërbimi i bën shpallja e Allahut përmes pejgamberëve, çfarë shërbimi i bën shpallja për shembull botës bimore? Kurrë. Absolutisht. Pse njëri tani edukohet me shpallje e ruan këtë barin, të çka është kjo? Po njëri këtu ka përfituar. Po në esencë s'përfiton. Çka përfitojnë për shembull kafshë të tjera nga shpallja? S'janë përputhje. Në esencë janë përputhje. Kujt i bie më së miri shpalla? Kush përshtat me të? Kush komunikon më së miri me shpalljen? Njëri apo. Për çfarë arsye? Për shkak se Allah e ka përsos aspektin e tij intelektual për ta kuptuar tamam ç'është duhet shpalljen dhe natyrshmërinë si gatishmëri për ta pranuar shpalljen atë. Këto janë dy aspekte më rëndësi. Aspekti i tij racional si mjeti i vetëm për ta kuptuar shpalljen dhe natyrshmëria si një infrastrukturë e rëndësishme për ta pranuar shpalljen. A ne kemi mendjen për ta kuptuar dhe kemi natyrshmërinë për ta pranuar. Këto dyja, askush se ka këtë nga krijesat e tjera, pos njeriu atë. Pos njeriu. Por Allahu Xhallahu Ala kur flet për krijimin të ndërlozur, shikoni, flet e ka përsos njerin. Por e përsin e kësaj përsosmërie nuk e ndërton mbi dukjen e tij as mbi fuqinë e tij, po mbi natyrshmërinë dhe mbi mendjen e tij. Për të treguar arabët e shekuar dhe këtë njerëz në botë, shpallja ka ardhur që me erujt natyrshmërinë dhe me ushqy mendjen tënde, përmes të cilave eruan e përsin tënde gjithmonë mbi krijesat e tjera. Në momentin kur ti nuk e ruan natyrshmërinë dhe nuk e ushqen mendjen me shpallje, e ke humbë përsin. Pastaj në garën për e përsi, ka mundësi dikush me ta kalu në aspektit saktuar të jetës. Sikurse për shembull bie fjala për dukjen, sikurse bie fjala për shembull për zërin, sikurse bie fjala për shembull për fuqinë, për ushqimin. Tani këtu gara mund të qenë jo në favor të njeriu apo, jo në favor të njeriu. Gara vetëm që njeriu gjithë e fiton. Është gara në mejdanin e shpallës. Që të gjithë fitojmë na. Si dalim në mejdanë të tjera me garu, me ndonjë krijesë tjetër,
nuk garantojmë se dalin partë. Ma djas në 10 partë. Shikoj çfarë thirrje për meditim. Pa Allah po të kena kriju, po është e vërtet. Po nuk duhet fokusit në këtë aspekt tjetër i kthyer komplekt tek dukja jote, nga se dukja është forma, ndërsa ne po të rasim për të përmbajtja. Ne po të rasim të përmbajtja. Dhe çështja është Islami gjithmonë të ndërvozur, thret për të përmbajtja. Andaj kur Allahu xhallahu ala përmend se ju kemi krijuar në këtë formë, cili është mesazhi i këtij lajmi, po domthon, mesazhi i këtij lajmi që Allah për te po betohet në këtu krijesa, ç'është mesazhi? Mesazhi është ta kuptoni këtë si begati, jo si informat. A ka dallim mes informatës dhe begatisë? Ka. Kena kriju formë më të mirë. Ani shumë falënderit. Jo, s'është falënderit, ka dalë se këtu ka punë. A kuptot? Unë po të kallëzoj që të kam kriju në formë më të mirë të mundshme, të kam përsos dhe përsosmërinë tënde dhe përsin e kumëruj gjithmonë me këtë, që i bie se që të fillon muhabeti jonë. E këtu të fillon tema jonë, sikur se e ceka. Lidhja mes asaj që Allah betohet me te dhe asaj që Allah betohet për te është realisht shkëndia e parë kuptimit të drejtë surës Tin. Begatia e madhe e shpalljes. Prandaj të ndërrozër e përmenda më herë në hyrje dhe tash këtu po e detajoj pak më tepër. Njeriu në mungesë të shpalljes humb shumë. Një nga humbjet kryesore që njeri i humb me humbin e shpallës është humbje e vlerësimit begative. Dhe në këtë situatë pastaj krijohet një kaos në botën e begative të njeriut. Në çfarë kuptimi? Për shembull, ushqimi i barkut bëhet më primar se ushqimi i mendjes. Përgjigje e kërkesave të tepshit bëhet më e rëndësishme se përgjigje e kërkesave të zemrës. Apo? Dhe këtu tash njeriu fillon me e ndryshu natyrshmërinë, nga se e natyrshme në këtë rangim të begative është sjellja e kujna? E kafshëve, jo e njerit. Apo? A është, për shembull, kafshët, çka kanë prioritet në jetën tyne? Prioriteti kafshëve një çka është? Me hongre, me pije, me flajt. Që të e kanë? Çfarë projekti ka kafsha sot e 20 vjetë? Me hongër. Veç, sot e 100 vjetë me hongër. Çfarë përparimi keni pa për shembull në botën e lopës? Para 1000 vjetë, për shembull, ka bu këtë sot, për shembull, qatë qëmështë e bën të bazë njëjtë, hanë bare edhe bën njëjtë. S'ka zhvillim, se s'ka projekt lopa, as kali. A më kuptot? Në projekti i saj është me hongër. Gjithë. Edhe me dhoni një produkt caktum. Për shembull, pula e bën vonë, lopa e bën qumshtin, që është me radhë. Çka që? A ka një përparim në vezën e pulës? Për shembull, është më inteligjente tash se ka çaja vu, njëjtë, a kuptot? Dhe më thonë të ndërruzër, prioriteti në shuzim të begative të kafshët është përgjigja kërkesave materiale të barkut, ndërsa prioriteti tek njeriu si krijesë në përsi është të përgjigj fillimisht kërkesave të mendjes, e të zemrës, pastaj trupit. Çrregullimi i këtij rangimi apo ka prish balanset dhe njeriu e ka humb e përsin në kuptim të meritës, jo në kuptim të shuzimit. Andaj Allah xhallahu ala mëson që t'i njohim begatit. Dhe kështu të ndërrozur shpallja bëhet njësi identifikuese për aspektin tonë njerëzor. Me çka identifikohet një njeri si njeri? Me afërsinë e tij me shpalljen, me afërsinë e tij me mësimet e pejgamberëve. Çështu identifikohet çdo aspekt. Zhvillimi i tij, përparimi i tij real, esencial matet me çka? Matet me shpalljen. Sot për shembull të ndërrozur në këtë materializëm të egër janë imponu standarde që nuk i shërbejnë njeriut. Nuk e qetësojnë njeriun. Nuk i japin përgjigje që i duhet njeriut. Si japin?
Njeriu ende ka dilema me gjithë përparimin që ka ndodhur. Pse? Pse përparimi i tij realisht nuk është shfrytzuar sa duhet, s'po them hiç, po nuk është shfrytzuar sa duhet në shërbim të njeriu si njeri. Për shembull, përparimi i njeriu çka i ka sjellë në vëllezër? Po për shembull, pej udhëtimit me deve u thon me aeroplan. Po shqipona pe matje ka këtë problem të kryma ato. A kuptuat? Për shembull, kanë zbuluar në ndece e hin çka balena matje ka këtë punë të kryma. Jo për masat njëta, mos e kuptoni, po do të thonë që zhvillimi i njeriu nuk duhet më mat me lehtësimin e udhëtimit, me sasinë e ushqimit, me sasinë e informatave, so shpejt smatat me këtë. Ti si njëri nuk je njëri me këto, me të çka i njëri apo. Për shembull të ndërmozë, gjithë ky përparim që ka ndodhur dhe po ndodh. Saja ka qartësu njeriu qëllimin e krijimit, pse je në dunjë. Saja ka qartësu pozitën ku e ki vendin. Njeriu me këtë zhvillim sot që e ka të ndërmozë, a ka arrit me u pozicionu ku duhet? Ja, nga se ose është i pozicionum në zhvlerësim, ose është i pozicionum në mbivlerësim. Qysh në nënçmim? Po në nënçmim, momenti kur krejt sillet rreth epshit ti kjo në nënçmim, ose kur mendon se është zotrues i tokës dhe ai tash mund me i parandalu shumë fenomen natyrore, fal zbulimeve të tij. Ky është mbivlerësim. Sot njeriu mendon se e ka poshtë ose është në rrugë të mposhtjes së Zotit përmes shkencës. Fatkeqësisht sot në shumë raste përdoret shkenca si armë kundër Zotit. Ato që deri dje keni marrë nga Zoti si përgjigje, filloni me shpallë të pavlefshme, se do t'japim përgjigje tash përmes shkencës. Pritni veç pak se krejt si kena zbuluar ma në rrugë jema, do në rrugë të hynizimit. Kjo është mbivlerësim që vu njeriu për shkak këtij. Në asnjëherë kemi thënë këto disa të ndëzën. Edhe e thon me plot bindje. Muslimani i vërtet asnjëherë nuk ka frikë nga asnjë zbulim shkencor se ka mundësi me e qitë në pozicion të papavarshëm islamin. Kur? Absolutisht. Ne kemi frikë nga mashtrimi, nga manipulimi, nga që kemi frikë se njerëzit nuk kanë imunitet mjaftueshëm me i rezistu manipulimeve, e mashtrohen, e vuajnë. Mirë po, në stutemi kur, se një të vërtet që Allah e ka thonë, mos përzën shkenca. Kur? Sikur se për shembull, përfolet për çështjen e përjetësisë. Apo, Allahu ka thënë kullu nafsin dha'iqatul maut. Krejt keni me shiu dekën. Pik. Po jënë të zbulën të bo, ata le zbulën që dojnë, unë kom punë të mija. Ama s'ka përjetësi në dunja. Harane këtë punë. Harane. S'ka përjetësi në dunja. Vdekja do të mbetet një nga argumentet e vazhdueshme të Allahut për rikthim të njeriu në pozicion ku e duhet. Vdekja është gjithmonë argument me ty ku ki vend apo. Prandaj të ndërlozër, përparësia e njeriu dhe zhvillimi i tij dhe përparimi i tij realisht ndërtohen mbi çdo dy kryesorët që i përmend, edhe të tjerat. Cilat janë të kryesorët? E para, pozicionimi i duhur ku e ki vendin apo në raport me Allahun, dhe e dyta, ku e ki vendin në raport me begatit. Që dy joptë. Nëse që të njëri e rahaton mirë që duhet, s'ka problem për ta. Nëse din njëri u me e përcaktu pozicionin në raport me Allahun dhe distancën në raport me dunjan, rahat është të. Ama problemi është pozita në raport me Allahun, xhallahu ala, ku njëri merr guxim, për shembull, në raport me Allahun me kon konkurrent, partner, apo e kështu me radhë. Kjo është pozicionim i gabuar. Ti vunë, nuk kemi e kënë rahat. Si rahat, Allah më dënë, nuk je rahat. Se nuk është kë pozicion që ti i kriju me najtë ta, s'munësh, që ata kur s'kimi kohë i lumë dhe kur rahat s'kimi kohë. Edhe dyta, raport me dunjan. Qëfar pozicion i kini raport me ta?
e për të garantu pozicionim të duhur në raport me Allahun, dhe shfrytëzim të duhur dhe distancë mjaftueshme mes teje dhe dunjas, duhet والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. Duhen pejgamberët e Allahut azza wa jall, se kjo vetë zbohet. Kjo s'ka mundsi, kjo vetë duhet ndërhyrjet për jashtë, shpallja aftën. Pra të ndërozër, duhet me qenë shpallja e Allahut azza wa jall. Për neve është Kurani dhe Suneti. Shpallja njësia matëse e suksesit, njësia matëse e kontributit, njësia matëse e përcaktimit të raporteve të ndërsjellta njerëzore e kështu me radhë. Gjitha nivelet, duke filluar nga ai individual, familjar, shoqëror, njerëzor e kështu me radhë. Sa ka për shembull të ndërozër njeriu begati të mëdhaja që e lidhin me shpalljen e nuk i vlerëson, ndërsa i lakmon ato tjera që e largojnë nga shpallja. Huqje madhe ato. Për shembull, hajde pa marrim në nivelin më të thjeshtë shoqëror, më të rëndësishëm, po është më i rëndësishmi, po më i thjeshtë në kuptim të funksionimit, burri me gruan. Kur ka folë pejgamberi se cilën grua duhet me martu, po edhe gruaja cilën burri të martu. Ai ka përmend opsionet e zakonshme që njerëzit i përdorin, apo opsioni i bukurisë, i përjardhës, opsioni i statusit material, apo. Ka thënë pejgamberi se cila është ajo tjetër? E shpalljes, me fe, me që ato, nëse i ka këtu, që ato ketan i tjerë i kapën. Në njësia matëse për 3 standardet kryesore që njerëz i përdorin që ka shpallja. Dhe kështu vazhdon të ndërtoj jeta bashkëtorë. Ka njerë i gjurë absurditetin jetën tonë të përdeshme tek muslimanët. Për shembull, mund të ketë një burr i cili ondër e ka që gruaja ti me bajt shamia. I lut, e bën rigje, ose qikës vetë për shembull, e i thot, më kishe knaqe, më kishe gëzua, kejtë që dushti, pletsoj, kejtë që ka, vuan për me pa gruan apo qikën e ti të mbuluar. Gruja nuk përgjigjet. Pse? Për shkak se e dominojnë kalkulimet materialiste. Se s'ka tjetër, apo? Do nuk e vlerëson këtë mirësi të Allahut për lehtësim në adhurim dhe shkon dhe e komplikon situatën me çka me dunjavë. Kemi rast tjetër. Një grua vuan për më mbulu, një vajzë hjek për më mbulu, po e ka një babë, e ka një burr i cili nuk lejon më mbulu atë. Sa kish me dëshu që kja begatina e saj, po ajo nuk e din vuajtjen e kësaj. E shembujt shumë tjerë, kur për shembull burri ka një grua që do me eduku fëmijët, ndërsa ai është larg kësaj. Ai jo që nuk bashkëpunon, po tërësisht e injoron këtë aspekt, duke marrë punë dunjos, qoftë për shembull, qoftë në rrafshën e fitimit apo rrafshën e argëtimit. Është për keqardhje për shembull kur dëgjon raste që gruaja insiston që burri më shmuni gjërat. Çka burr nga ders? Kjo grua është një met. Kjo grua begati. Ajo grua që thot për shembull, kujdeso burr mos sjell haram të shtëpia. Begatia kjo. Ja që të mi kry, gjoj ku dusha më na dojnë me shku si vetë përshim. Cila është njësia matë se me kuptu se cila është begati, cila është sprovë. A kuptan? Përne ka nga gjemati, ka nga musliman, që se vlerësoj një grua cila është e përkushtuar me ndërtu një shtëpi në baza islame, me eduku fëmijë me udhëzime islame. A din që duhet minet saj gati? A din që duhet minet mukët? Me këtë shkaki, me këtë potencialin, nga se Allah ta ka dërgu begati direkte, qartë, që ti e kupton nga sura At-Tini o Zejtun. Ose kundërta edhe burri. Një grua që ka një burr që insistimi ti kryesor është e ke fal namazin. Është pamja e saj që është produket, shoqënia e saj kur rrin. Po duhet me vlerësu këtë burr edhe sa, si çmimi më të madh në dunjë që Allah e ka, begatia më e madhe pa konkurrencë. Krejt tjetër pastaj me radhjen. Shoku që ashtu opta. Një shok që të rrin gati, e fal me xhamat, a ke lexuar Kur'an? Apo ky nuk ka bar, ky është një met.
Ama na një më thonë, valla, hoq, do lazni, na ka njëpë mi kryo, pse s'del me falë sabaj me xhamat? Po edhe duhet me t'hyp mi kryo, Allah, që s'del me falë sabaj me xhamat. A kupton? Sa ai kur s'fiton, pse vjen ti në xhamat? Po fiton ti. E ai që e ruan xhenetin tën, ai që e ruan imanin tën, ai që trun nga idhimi Allah xhallahu ala, nuk ka çmim që e paguon. Nuk ka çmim që e paguon. Shkon njerëz për shembull pak parë që bojnë. Pak parë që bojnë. Ç'a bojnë ata? Me pak parë që bojnë. Ç'a bojnë? Bojnë roje. Me rujse. Në këtë na pon kusha, mbron kush apo me roje. Me rujt shtëpi, me rujt ata. I çon parë në bank me rujt. Me rujt. Paguon për me rujt. Çka me rujt në fundit? Diçka që domon prapsu në ruan. Pa shembull të ndvozën. Kush është më i mbrojtur me mbrojtje afërt më shumë se kryetarët e shteteve? S'ka. Që shteti ruan Allah. A ka pas atentat në kryetarët e shteteve? Po edhe i kanë vrarë. Domon paguaj sa duhet, po të vrojnë. A për kuptoni logjikën ku po do më dalë ato? Paguën me trujt edhe pet strujn. Ky vëlla musliman, kjo gruan shpejqellau ta ka qu, pa parë trun. Nëse ngan për një metr unë, se nëse ti ngan një vëlla musliman, ngan një hoq, a je i sigurt nga atentati i shejtanit? Po, 100%. Veç kur s'ngan, si i rujtëm, se sa ngash i rujtëm je. Dëmon, këtu ki rujtje të përhershme, të sigurt, pa pag, edhe se vlerësan. A ti ki rujtje, dëmon, të pa sigurt, me pag edhe jep. Qa logika kjo Allah? Ruje gruën Allah. Ruje fëmijën, ruje babën, nonën, vllaun, që ta ruan të fen, që ta ruje. Edhe vlerësoje. Nga se Allahu xhallahu ala po të fton me meditun këtë aspekt, ahsan taqwim. Ai që dëm u do këti bukur, po ju në pamjen tone, ju në teshën tone, ai që dëm u do këti bukur, mas miri mund shumë qështë, mu do këti në imanin tënë, në sjelljen tënde, në moralin tënde, në edukatën tënde, dënë ti me konë mas miri. Që kjo është njëri maj mirë në dunja për të jepën. Maj mirë në dunja që kjo është për të jepën. Përsa të ndërëzër, djetarët të i kalojnë respektin bi gjdo kërjes. Përsa të në rujnë fenë ata Allah pëtën. Në rujnë fenë. Që shka onë imam Ebu Hanifa rahimullah. Apo? Hammadin, mësus të ti, aj që ma ka mësu fikun, bëjdoa për të ma shumë se për babën e për nënën të amë. Të ka mësu ahiret, Allah, që këtë qënë gjenet, a kuptanti, këtë qënë gjenet. Përndaj, vlerësaj këtë begati. Ne jene në krizë të vlerësimit begative. Jene në krizë të vlerësimit begative. Aj që të mësëm për dunja, kur se harrojmë. Aj që të ofran për dunja, kur se harrojmë. Edhe duhet me koqë është, mos e harra kërkujt. Bo mirë njës. Pa aj që qënë heret atë, qërë duhet atë me vlerësuar. Pa e të ndërlozër, pse pejgamberi është njëri ma i dashën për neve? Pse zban me e dash kërkën ma shumë se pejgamberin? Pse? Qka ke të rëzhëgu ti pitina? Mos ki në i pare pitina. Pa në i tokë në meka atje që tash në hotel u maru atje. S'ki kur që pitina? S'kam pas shokët e ti e familja ti piti, kur që s'kam pas? E qa kena nga pejgamberi që e dune mas shumë ti? Qa kena pëtën? Na ka zbukuru me fejë, Allah si shumë konë, hakaret e shumë konë pëtën. Kur si që këshumë adhuruna, Allah alem që këshumë bona pëtën. Na ka ndërru Allahu gjellewale me besim të pastër. Na ka ndërru Allahu gjellewale me edukat, me sjellje, me formim njerëzor që shduhet, me brendësit të pastër, të qetër, me zemër të kulluar, të shëndosh nga smundjet e vesit e njerëzimit. Prandaj, që kjo që të ka bo bukurosh në qëtë njërë, ose bukuroshe në kuptim të brendshëm të besimit, që të duhet më shumë të me dashtë. Që kjo suja tin, që të Allah betohet edhe në fikun e ullirin se që atjo të vrati, Injili do të them, pastaj turi Sinat të Tevrati, edhe kurora krejtëve Kurani, hadal beledil eminatën. E masaj, lëkat khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Njërinë kemi krijuar në formë më të mirë. Çka të bën të bukur? Çka të bën të bukur? E brendshme të bën të bukur. Pastaj e jashtme të bën të bukur. Po edhe jashtme, muslimanët më kujdes për teshën e tij, për pamjen e tij, po. Por jo origjina e bukurisë tjetë e jashtme. Çka veç? Na që të këna problemin, që origjina e bukurisë dhe njësia matëse për bukurinë me konë
e jashtme ati, jo, e brendshme ati, e brendshme bën të bukur, pastaj den të jashtme. Ndryqon fytyra e muslimanit, nga imani i tij, nga bukuria e adhurimit ndaj Allahut te barekuhu teala. Prandaj sjellja e bukur e bën të bukur dikon, morali i mirë e bën të bukur dikon. Jo sot për shembull të ndërvozë fatkeqësisht, shikoni si është bëu. Domethënë zhveshja është bë njësi matëse për tërheqje, për rrëmbim të vëmendjes, apo. Kjo me e matë me surën tin del mjerim. Del mjerim. Nga se Allahu Gjelle Wala të ndërru dhezër në Koran e përmen petkun si begati. Begatia. Qka është interesant? Një lidhje shkurt. Përmend Allahu Gjelle Wala lëkurën e kafshëve. Lëkura e kafshëve është petku i tyne, po. Qaj petke kanë, ata s'kanë jakën e me vesh. E ka petku në jashtë, apo. Shikoni, Allahu Gjelle Wala të petku është filozofi shumë e rëndësishme, apo. Allahu përmend lëkurën e kafshëve. Apo, që duke i zhvesh ato, veshën i jo, që shtu i këne ndërru juva, apo. Kur të rjep kafshën, të e zhvesh nga petku i saj, kuptimisht, apo? Nga zhveshja e kafshës, nga petku i saj, ti bën petk për veti. Që të proces të veshjes tonë, duke zhvesh kafshën, Allahu thot, a jeni të pa që shtu në këne ndërru na juva, apo. E njeri të është muqu, apo, edhe petkun që Allah ka bu nder, e kënari, e identitet, apo, me hjek, për me të regu petkun e lkurës, që sështë petki njerit, është petki kujt. I dikuj tjetër është aj petka, kapëton. Ata tjerët me që të petë kalzonë se sojnë të mirë. Jo njeri. Nën kupton, ata që Allah tha, thumma redednahu esfele safilin. E përsia jote, dhe ngritja jote, dhe kënaria jote, dhe ketë që i përmenëm, janë në kuptimin e bukurisë, në kuptimin e ndërtimit, në funksionimin e natyrshmërisë, e cila komunikon me shpalljen dhe mbi bazë e këtij komunikimi dhe mendje që kupton ndërtohet njeriu dhe ngritet. I pa ai që është përfill këtë mirësi dhe këtë begati, çka ndodh? Thumma radadnahu asfala safilin. Pas Allah thot, radadnahu i ka dy kuptime. E kemi përmbys në nivelet më të ulta. Asfala safilin është mas poshtë. Dhe kjo është realisht në të kundërt e ahsen. Ahsen është superlativi i mirë. Do në formën më të mirë e këna kriju njeriun. Brendshme, mas pari, pasaj tjeshtën. Por kur njeriu se ka kuptu realitetin e bukurisë dhe se ka kuptu realitetin e begatisë dhe se ka vlerësu begatin si duhet, redednahu. E këna përmbys atë. E këna këthy, e këna hudh në mas ullëti që është e mundshme atë. Mas ullëti që është e mundshme. Çka nëmë kupton ke me këthy mas ullëti? Djetarët kam përmen një tefsir, si lloj unanimiteti, dhe një tjetër si mos pajtim. Aja që gati janë pajtimit këtë djetarë të tefsirit, se rënja e njeriut në nivelin më të ulët mundshëm në kupton, udhje në xhenem. Dëmon ma poshtë se në xhenem me shku, ku ka me shku? Ka me shku edhe një shkallë ma poshtë, pa për në xhenem. Do ma keqë se në xhenem s'ka. S'ka ma keqë. Nuk ka ma keqë. Nuk ka ma mirë se në xhenet. Dhe s'ka ma keqë se në xhenem. Mes asaj që është me mira dhe asaj që është me keqja, është jeta e njeriut. Është ai që ka me vendosë për vlerësimin dhe poshtnimin e tij. Njeri që të qëndron, njeriu mes poshtnimit dhe vlerësimit qëndron mes dy pikave, vlerësimit të ngritës në xhenet dhe poshtnimit të tij në dënim të xhenemit, Allahu na ruaj. Radadnahu asfala safilin. Deri mas poshtë Allah e ka udhë. Me dëshirën e tij, me vullnetin e tij. Andaj të ndërmozëm, kur Kurani flet për
për kuptime, kur Kurani flet për njësi matëse, për standarde caktuara, është shumë rëndësishme javë në vëmendje. Për shembull, realiteti i suksesit sot ku foltam, ka sillet muhabeti. Realiteti i fitores, i ngadhnimit, ka sillet muhabeti. Ka sillet. Kryesisht ka dënjaja. Ka dënjaja. E Allah po atë ahsen takuim, njërën e kemi krijuar në formën më të mirë. Apo, pastaj kemi përbys në nivelin më të ulët. Realisht njeriu në kuptimin fizik s'ndran. Apo, për shembull se Allah ka kriju njeriu më së miri, apo tani për shembull mas 20 vjetë kom i dolin të kryt. S'ndodh kjo, çaj është apo? Jam me kuptu se qëllimi nuk është pa me jashtme, nuk është pleqëria e tij, por është përfundimi i tij dhe mungesa e vlerësimit të përparësisë që Allahu te bareka o taala i ia dha në raport me krijesat e tjera. Ç'ka është më rëndësishme? E pse disa dietarë kanë përmend se edhe kthimi në nivelin më të ulët është jo në kuptim të qortimit, por në kuptim të realitetit se njeriu fillon më ngrit, më zhvillu, pastaj pleqëria më të foset, dopsohet, derisa vjen në shkollë që nuk është i aftë as për gjërat elementare me i përmbush për vetën e tij. Edhe kjo është një argument. Edhe kjo është një argument për njeriu. Apo kur ke njëri çka ke bëj, ç'të tash ku jam. Ndërsa Allahu xhallahu ala është ai që ka qenë gjithmonë, apo. Kush e mund të në tokën? Të më tallon një mull në dorë me majtë. Majë, mos levaron tokë. Sa e mund? Një mull që shtu me majtë në dorë. Sa më shë majtë të gatët? S'munësh as gjysdite me majtë. Nuk munësh. Se e mull, fillim është e letë, por dikur bëhet 200 kg. Peshë e rënë. Ose për shambull, ose sot e ki moshën që munësh me lëvizje me bo. Mas 50 vjetë, dikur, kur jëm po në ri, a në qëto më betet po. Që kjo kur jëm konë, kur së jëm konë, për muj, së për muj, jëm dëpsu, jëm smut, këto më betet, kujta kujnë? Njerit, apë, njerit. Edhe nga kjo aspekt, Allah e vedisën njëriun se ka për parat që është i gjallë nuk vdes. Parat i cili nuk flen asë ka për kotja, që kujdes për gjithë shka. Prandaj të ndërozër, sunja ti në mësën që të lexojmë argumente që shduhet, vetës tonë, të krijimit tonë, të ushqim gjitha aspektet që realisht kultivojnë qenjen njerëzore, duke respektuar prioritetet nga zemra e mendja e trupi, duke vlerësuar begati që shduhet dhe duke pozicionuar ku duhet. Nga se Allah pastaj tha, nëse kjo nuk respektohet njëri u bjen në nivel më të mund shumë të. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Për të kuptu halama fuqishëm se përmbysja dhe rënja e njeriut dhe dështimi i tij ka të bëjë me ahiretin është ajeti vijues. Allahu tha pas atyre që kanë besuar dhe bëjnë punë mira, atyre ju takon shpërblimi i vazhdueshëm. Shpërblimi i vazhdueshëm ku është? Është në ahiret. E Allah po vlet për tërësinë e njerëzve që kanë dështuar e kanë humbur, e nga tërësia po përjashton disa që kanë fituar. Ata që kanë fituar janë përjashtuar nga tërësia, ku kanë fituar? Në ahiret. E i bie që edhe radadnahu asfala safilin është më shumë për ahiret. Më shumë për ahiret, që atje është rënja e tij. Ose edhe në dunja rënja e tij që paralajmëron rënjen në ahiret. Po mbi gjitha është me nësimi kuptu se rënja e njeriut, dështimi i njeriut, humbja e njeriut, fillimisht duhet të matet me raportin me ahiret. Që atje të masumti. Që atje të masumti. E nga kjo aspekt e kupton pastaj të ndërvëzër atë që kanë thonë sahabët në betejën e Uhudit. Kur kanë dashur mushrikët e Mekës, apo me imponu, kjo është e mrekullueshme. Kanë dashur mushrikët e Mekës me imponu standard material për t'i gjyzu sahabët. Qysh? Kanë thonë se e dini që përmbys beteja, edhe i mbra
70 musliman tani pastaj. Hamza radiallahu anhu plot tjerë në vrapë. Ja. Vrasjen dhe vdekjen e sahabën në Uhud, Ebu Sufjani e ka krahasu me çka? Me vrasjen e Mekazve në Bedër. Ka thonë jaumun bi jaum, një ditë me një ditë, apo sot nda juve, dje jo neve. Do me thonë një jem, apo një jem. Qysh ka qenë përgjigja? Ka qenë katlakun fin nar wa katlana fil janna. Kur një jem, dekni tonë gjennet, kanë fitu, që tje tonin a njësa, thonë. Nësë tjuarit kanë dërshtu janë shku në gjehnem, s'krasohemi kur ato. Pre besimtari i gjallë fitan, edhe i dekun fitan. Kur është në rrugën e shpallës, në rrugën e shpallës. Prandaj nuk duhet me qenë syni muslimanit me dek. Synimi ti duhet me qenë me e shfrytzu jetën që duhet. Por për te edhe vdekja në rrugë të Allahut është fitore e madhe. Për shkak se ka vdekë në mënyrë më të mirë të mundshme, duke e kurorizuar fundin e jetës me qëndrueshmëri në rrugë të Allahut te barekuta përkundër rrethanave, derisa e ka takuar Allahun ai kënaqur me të. Ç'kjo është jeta e muslimanit? Ç'kjo është jeta e tij? Ç'kjo është suksesi? Që kështu e marë besimtari ditën, e matë parën, pozitën, raportin, jetën bashkëtorë, që kështu ketë mati. Njësia matës është a më afër me shpalljen, më në përputhje me shpalljen, apo më largë shpalljes. Kare për shamë të nëzër mundë me ushty qiftet bashkëtorë me zveti, familjarët kjo me këtë shok të kështë më radhë me zveti, edhe mënë, ja ka mujtë kjo këtina përmë. Me qëka e matë që ja ka mujtë? Me qëka e matë? Me heshtën e këtia, e me bërtimin e këtia, me qëka e matë? Njësia masë jënë është, ka fitu qaj që ka veprua, ka dialogua, ka diskutu, ose ka marë qëndrim, mërpu edhe me shpadë në Allahu te barekotalë. Qaj që ka marë qëndrim, që shka thonë Zoti, qaj ka fitu. Që shtu mene kejtë të nëndë, përshka këse ndryshe, esfele safiri, bjenë poshtë, fillen më ra njeriu. Andaj boshti, epicendra, ku sillim me ne, për të ngrit, për të formu, për të ndërtu, për të fitu, për pas sukses, epicendra kësa është shpallja. E mejdani është dunjaja. Po, mejdani ku na veprojmë për më ngrit është dunjaja, se që të Allah në ka pru. Por boshti ku sillim është boshti i shpalljes. E qështu bashkë muslimani mes dunjas edhe ahiretit. Qështu bashkë me shpalljes edhe materiales. Pa e përreshtu asnjërin, por duke respektuar radhitjen dhe duke ranguar si duhet begatit dhe mirësi që Allah ja ka dhonë. Nëse shpallja pastaj mëson me vlerësu edhe kafshatën e gojës, edhe pikën e ujit, edhe gjithçka që Allah të ka jap, me shpallje i vlerëson edhe begati tjera. Pa shpallje e shpërfil çdo begati, nga se nuk je mirënjohës apo nuk je shfrytzuar si duhet asaj begatie. E Allah tha illa alladhina amanu wa amilus salihati. Pas ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë mira. Këty nuk takon kush falehum ajrun ghayru mamnun. U takon një shpërblim. Ajr e ka përmend Allahu xhallahu ala të ndëruar, e ka përmend të pashquar. Domthon zakonisht nga e dim, domthon nga karakteristikat e një emri të pashquar është i njohur. Apo, s'është i njohur. E këto Allah e ka përmend ajr pa një ushur se el. Domthon kam i dhënë shpërblim që nuk njihet në botën e kalkulimeve të juaja. Sa kuptoni atë shpërblim? Ajr. Pa kufi. Madje pa kufi është pa kufi. Don flasim për shpërblim si shpërblim, por flasim si përmbajtje dhe si sasi për shkak se sa kuptoni. S'mund ta kapni. Nuk ka ndonjë pist e mendës njeriu që në të mund të atëron shpëllimi Allah të azhjel. Pa mund shmësht. Së egzistan ato. Shumë më i madhë. Edhe ka thonë gajru me mënun. E ka përcilësu Allah xhallahu ala shpëllimi e ti gajru me mënun. Qka me mënun? Me mënun e ka kuptimin e shkputjes. Do nuk është begati që shkputet. Apo, dikosh për shembull ke punu taj, një kompani mirë, edhe rruga e mirë, 10.000 euro në mujtë, apo, mas 2 muaj, këna bankrotu vëlla, edhe jetë pa para, s'ka është kështë. Në gjenet nuk bëva kja me thonë që këni hongër një pi pa para të e që tash,
E keni hongër keq që ka në xhenet. A ndodhë që me thonë, a presim xhenet në ndonjë thirrje deri se e hanë keq apat. Jo, Allah, po s'muni me hongër ata. A s'muni me shqizu xhenetin sa i bukur është. S'muni. I përjetshëm plus asaj që Allah o thotë. La yabghuna anha hiwala. Kur s'lypin dikun tjetër me shkuafën. Për shembull, rrin një në xhenet, a bën tash një xhenet tjetër se këto tash, jo ski, përshka i gjithmonë është i ripërtetshëm. Gjithmonë ka befasi që nuk shterrën kur, me mnun. Që kjo është. Prandaj të ndrodh vëllazër, shikoni, Allahu po thotë, ku mos bëj shpallje, ku më quaj pejgamber. Ku më quaj argumente, veten tonë. Po të kallzoj qysh ngritesh, po të kallzoj qysh nderohesh, po të regoj qysh e shuzon dunjan, qysh arrin shpërblimin, gajt me mnun, të pa kufishëm, të pa shkputëm, të pa ndërprerë. Madje edhe me mnun nga kuptimet ka ndjetarët është që nuk ngushton Zoti me begatinë e tij. Por në xhenet ku të hajsh me on, mos me kon Zoti ti shekon xhenem. Për shembull, atje në begati mos me kon Zoti, a çfarë është? Po të ngushton këtë dikur apo? Jo, Allah që në xhenet tash hajpe. Bima kuntum ta'malun, pa shkak se keni punuar një burrat mirë, e një muslimanet mirë apo. Ne adim të xhenet shkojmë me punën tona. Me rahmet Allahut shkojmë, po na nderon Allahu xhallahu ala për shkak të përpjekjes tonë dhe dëshirës tonë dhe investimit tonë për xhenet, po ti e ke fituar joti është. Çka është joti? E ti është krejt. Magari më mnun, ta bën që mundi edhe ti pak shkebo diçka, apo. Edhe pse në sens kur gjë s'ke bën raport me as problem apo. Ti me adhurimin të se ke pagu dunjon, në mahiret, qka pagun ti për sytë e tua, qka pagun ti për lukëtën që ta blu në ushqimin, qa pagun ti me të, qa pagun? Qa pagun? E keni pa, Allah në rujt, e ndimoft aty që janë në dializ, e keni pa qëfar aparat i madhë për gjakën, e keni pa së është i madhë, pa qëtë aparat, e keni pa së është i vugën të rëptonë, funksionan, në vend zemrës, në qëfar aparat duhet me koni madhë, me zemrës u zemrë, e sa rryma, sa argjimet, ti e ki punën pa para, as pagun rryma, as uja, as kërgjë, me të punu zemra, Allah. Dhe që ta me pagu, sa namaz mi falë, Allah, sa? E më stazim për ahirete, për prejtësie, qa pagunin ti, qa pagujmë në Allah? Ama Allah, gari me mnu, së ngushtaj që unë ja u kumdon, ja u bëj ka pak me kuptu që, edhe ti e munu, për te e është, që fa mirësi, Allah. Pandaj Allah, mas kejkësa e thotë, mas kejkësa e thotë, fema ju këtë dhibu ke ba'du biddin. E pse Allah tash muhan, pse? Fema ju këtë dhibu ke ba'du biddin. Pse mas gjithë këti shpjegimi, gjitha këto argumente, gjitha këto begati, gjitha këto thirrje, pse për muhan, pse? Ku e ke arsyen? Qa ke gjithë më mirë? Pse? Kjo thirrje, jo për marë përgjigjës, djetë përgjigja, po thirrje vetëdisuse. Nuk ja vlen, Allah, nuk ja vlen. Shikoj njësët për shka e mojnë Allah në Azogjel. Për shka e mojnë. Ani ka dilemë, sjarot. E më anë Zotin, për shambull, se ka plësu një dështirë. E pse më kalon me hek mu që shtabë? E pse ata pilen me hek shtabë, për shambull? Edhe thot, më hanë. A ja vlen me mu Allahun për një sprovë? Po, Allah, zhak me të lënë dunja me ecë. Apo, as menja keq për të zbëm me të shkujë me më hua. Nëse e një Allahun që është duhet, edhe një vitë në kushia. Fema ju këtë, pse të është manë? Pse për manë Allahun në zhërë? Pse për manë ditë i gjykimit? Aj për të atë, dunjaja e shkurt punë pak, po të garantoj ta një gjenet për jetë që me shumë begati, Allah po të unë po thëmë ka, vjenë thëtë, jo s'ka rinjallje. Po në të nëvëzër, logikisht, apo, mos me pas argument në Kur'an që ka rinjallje, edhe ka përjetësi edhe ka gjenet. S'ka, Allah o thëtë, punani, tani shumë që ka, s'na kalzën që ka. Na ishtë dash nat e dit Allah me lut, o Zot, bën ahiretin, bën ahiretin, se që tja është jetë reale, që tja rrinë me dash një tu, që tja kur s'dash me njerë që i dënë, që tja ka përjetësi, na ishtë dash me lut Allah në gjellë e uala. Që njerë, logikisht. Aj, po në thëtë, ka, po ju premtaj, na themi, e kush e ka po? A je normal, Allah. A po kuptën logikën, Allah. A po kuptën. Ta për në një njëri cili ka miliona, po kuptën. Edhe i thëtë,
punëtori thotë, ti rrugën 10 mirë në mujt. Ama si kalon 20 vjet punëtori i zellshëm, e kam një depo këtë para atje apo. Tani çtim ran aty tani. Ai thotë ai, jo më se kiti se po duket. Ai thotë, po mos më pas, thotë mbas 20 vjet, am këdon që e ki ku është. Në çata ka i mytin, a kupton? Allah po ka xhenet, edhe ka vallahi billahi ka. Edhe xhenem ka. S'ka mundësi një zullumqarë, prej e grith, mi e granë dënja tani, deq valla, shkaj, ja shkaj valla, te kja ka njës punë e ti, andaj është një interes njëri, gjdo njëri të menqëm, gjdo njëri të logjikshëm, gjdo njëri dla që është njëri, është në favorën e ti ahireti. E Allah pëtë, e pse ti e manë, për ty e kumbo, po du ty me shpërblit të vërgjës për du, me shfar logikë, Allah. Fema ju këtë dhe buke ba'du bidin, Elejse Allahu bi ahkemil hakimin. Allahu zë zhë, pse për muhanë Allahu gjëlle wala? Allah është ahkemul hakimin, është më i urti i gjithë urtakve. Ska të urt si Allahu zë gjëlle. Urtësia ti. Shikaj urtësin Allah në fejnë Allahu zë gjëlle. Shikaj në dispozitat e shëriatit, qëfar urtësia, qëfar begatia, qëfar maturije, qëfar përshtasmërije, qëfar natëshmërije, në adhurime, apo ahkemul hakimin. Pse për mënë? Qka ke gjetë në Kur'an që të ka bu më muhu? Qka ke gjetë në hadith që ke bu më muhu? Qka ke gjetë në raport me Allahun që të ke bu më muhu? Qka? Ku e ke gjetë knatësin në mëkatim që po e refuzon knatësin e adhurimit? Ku e ke gjetë Allah? Prandaj surja ti në surja që demaskon manipulimet. Rikëthen në bazën reale në rion, se këtheu në rjedhë në duar të mirësive të Allah xhallahu ala, nga se Allah është kujdes për ty me shpallje edhe kujdesin të fund me urtësin e ti, asgjë nuk është që është vendit vetë, gjithë që është vendin e vetë, disa i kupton sot, disa nesër, disa ma vonë, por asgjë nuk del jashtë ta urtësisë Allah të barë këtala, gjithë që është me urtësin e ti, gjdo regull, gjdo dispozit, gjdo të drejt që Allah ta ka garantu, gjdo obligim që Allah ta ka kërku, është brenda mundësive tua, është brenda urtësisë, është në përputhje me natëshmërinë tënde, është në favore në dobin tënde, krejtën që shtu. Në pse po më hanë, pse po më katëm, pse po ikë? E lejësë Allah, a nuk është Allahu që shtu? Po të pyjtë Allahu xhallahu ala, jo që tash është e prishme nda me dhonë përgjigje, po kërkoj e tash këtë përgjigje në jetën tonë, që të shash urtësinë e Allahut, e që të shash begatinë e Allahut, e mëshirën e Allahut, e kujdesën e Allahut, e dashurinë e Allahut ndaj teje, kërkoj në jetën tonë lype. E të shash që gjithmonë Allahu të bën mirë, që shka thonë pejgamberi sa, harjo Allah është në dorë të tua, o sherru lejse i lek, nësa sherri nuk ka të ti o Zot. E keqë Allah sështë e ti, e keqë është të këne, na jemi shpërfilësit, na jemi mohuasit, ti e bëmirë si i vazhdushëm që kujdetesh për neve. Andaj, në përfundim të kjo sure të ndërozër ka arme e vedisu njeriun për vlerën që e ka, për pozitën që e ka, për manualin që duhet me përdor njët në kësaj bote, që i garanton ecje të sigurt në rrugën e duhur, i garanton shfrytëzim të dur dunjas dhe përjetësim të këndshëm nesër në ahiret. Ka që sure e shkurt me të ajete, por shumë përmbajtësore që fletë për njeriun dhe origjinën e tij dhe të ardhmen e tij. Që kjo është esenca jonë ta kuptojmë vetëm të kush jemi ne, rolin tonë ta kuptojmë këtë dunjë përmes mësimeve të Kuranit, në veçantë sureve të kësaj natyre që Allahu flet për neve, për të na vëdësuar dhe për të na kthyer në ato që se ka më herët në pozicionin tonë të duhur. Ku e ki vendin në raport me Allahun? Në raport me Allahun e ki vendin antumul fuqara'u ila Allah. Jo në raport me Allahun jeni të varfër. Gjithë keni nevojë për Allahun xhallahu ala. Që kjo është pozita jote në raport me Zotin. Ti je robi i Allahut gjithmonë. Ndërsa në raport me tjera çka jeti apo? Wa sakhara lakum. E ka nënshu për juve diellin, hanën, tokën, detin. Për juve shfrytëzoje, tregohu si robi i Allahut, shfrytëzo si begative të Allahut xhallahu ala. Kënaqën dunjë dhe vazhdo pastaj kënaqësinë e një përmase tjetër në përjetësinë e Allahut në xhenet. Që kjo është Islami që ka thënë te pejgamberi sa e që duhet ne timi të bindun te dhe ta vlerësojmë jetën tonë gjithmonë mbi bazën e afërsisë tonë dhe zbatimit tonë të urdhnave të Allahut xhallahu xhelaluhu. Allah na përmirësoft jetën tonë, na vëdësoft për vlerën e jetës tonë,
që mos ta shpërfillim këtë jetë, mos ta nënçmojmë këtë jetë, mos ta humbim këtë jetë, po ta ruajmë nga se me këtë jetë mund të fitojmë shumë. Mjafton që me këtë jetë fiton kënaqësinë e Allahut që s'ka më e madhe, arritje dhe fiton xhenetin e tij që s'ka sukses më i madh. Me kaq e përfundojmë këtë sure. Allah e shpëbleft, takohemi në takimet e ardhshme. Zoti ju nderoft, e shpëbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.